Zbulohet pesticidi karbofuran në specin e kuq të bluar me origjinë nga Kosova. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, përmes sistemit evropian të alarmimit të shpejt për ushqimin dhe ushqim për kafsh, RASFF është njoftuar për ndalimin e një ngarkese me produkte speci kuq i bluar me origjinë nga Kosova në kufirin me Finlandën. Sipas njoftimit, pas kryerjes së testeve laboratorike, ka rezultuar pozitiv me prezencë të pesticidit karbofuran mbi kufijt e lejuar. E gjithsesi është asgjësuar nga autoriteti kompetent, thuhet në njoftim. Të dhënat e produktit, emri produktit speci kuq i bluar, prodhuesi Ananas Impex SHPK, rruga Dibra e Madhe, Livadic Podujev. Brendi Besiana, pesha neto 200 gram, barkodi 390076542012, data e skadimit 08/12/2026, vendi eksportues Kosova. AUV bëri të ditur se me qëllim të parandalimit rreziqeve të mundshme për shëndetin publik dhe forcimit kontrollit zyrtar në gjitha pikat e kontrollit kufitar, është urdhëruar të zbatohen masat preventive shtesë, të rritet kontrolli dhe ndaj lëndës së parë që përdoret për prodhimin dhe përpunimin e produkteve të specit me qëllim identifikimin e burimit të mundshëm të kontaminimit dhe parandalimin e vendosjes në treg të produkteve me përmbajtje të lartë të mykotoksinave apo pesticideve.